Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi arrit te tema 19, e cila flet për njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë temë autori Allah rujt e sjell një hadith që transmetohet te Buhariu prej Imran ibn Husainit radhiyallahu anhu, i cili tregon se disa burra kishin ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe banorëve të Yemenit. Dhe i thanë ji'naka linatafaqaha fi ad-din wa linas'alaka an awwal hadha al-amr ma kan. Atë kemi ardhur te i dërguari i Allahut që të mësojmë për fen. Po ta kuptojmë fen e Allahut subhanahu wa taala, dhe të pyesim ty për fillimin e gjithë kësaj çështje. Për fillimin e krijimit të këtij universi. Çfarë ka pasur dhe çfarë ka ndodhur? Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu. Ka qenë Allahu dhe asgjë s'ka pas para tij. Allahu ka qenë, është i pa fillim, siç e dim, dhe asgjë s'ka pas para tij. Pra nuk ka pas ndonjë krijesë së bashku me Allahun subhanahu wa taala. Wa kana arshuhu 'ala al-ma, dhe arshi i fronë i tij ishte mbi ujë. Thumma khalaqa as-samawati wal-arda wa kadaba fi dhikri kulli shay. Pastaj do t'i ka krijuar qiejt dhe tokën, dhe në pllakën e ruajtur ka shkruar çdo gjë, pra që do ndodh deri në ditën e Kiametit. Për kësaj po kuptojmë se për fikut kuptuarit më madhështor të fesë, cilën e përfitojnë zemrat, është me njoft Zotin ton, po me njoft zemra Zotin e saj, me njoft madhështinë dhe madhërinë e tij, dhe për sësurinë e Allahut subhanahu wa taala. Si edhe me ditë dhe me njoft gjithë përfshirjen e dijes së Allahut subhanahu wa taala. Që Allahu me dijen e tij ka përfshirë çdo gjë. Prandaj nuk ka mundësi ti ik edhe të shpëtoj dijes së Allahut subhanahu wa taala as grimca më e vogël, qoftë në qiell apo në tokë. Po ashtu ta një dëshirën e plotë dhe vullnetin absolut të Allahut subhanahu wa taala, që askush nuk ka mundësi me përmbys vendimin e Allahut subhanahu wa taala dhe as ta vënë në dyshim gjykimin e tij. Pa që donë Allah subhanahu wa taala, pa tjetër që do ndodh. Atë që donë Allah me dëshirën, vullnetin e tij, pa tjetër që do ndodh. Dhe do ndodh në kohën cilën e dëshiron Allah subhanahu wa taala dhe në formën cilën ai don. Po zemra besimtare ka obligim ta njohë edhe ta di fuqinë e Allah subhanahu wa taala, pra që Allah është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Që as gjë nuk mund t'i shpëtojë edhe t'i ikë Allahu subhanahu wa taala, qoftë në qiell apo në tokë. Po ashtu ta njohë urtësinë e përsosur të Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu nuk i ka kriju krijesat e tij kot, dhe nuk i ka sjellë në ekzistencë pa ndonjë qëllim, apo pa i marrë në llogari dhe për t'i shpërblyer për veprat e mira apo për t'i dënuar për veprat e këqija. Gjithashtu ta njohë Allahu subhanahu wa taala si Zot, edhe krijues i cili nuk ka shok dhe ortak, dhe sundues të cilët nuk i përngjan dhe nuk i shëmbëllon askush, dhe i cili është ai që vepron te krijesat e tij. Është ai i cili drejton dhe i udhëheq ose menaxhon çështjet e krijesave të tij, qoftë kur ju jep, apo kur i privon, apo kur i ngrit disa edhe i ul disa tjerë, apo kur ja zgjeron rrezikun disa tjerëve dhe ja ngushton disa tjerëve, apo kur ju jep krenari dhe lartësi disave kurse disa i pashtron, dhe disave ju jep jetë dhe disave vdekje. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thot në surën Talak në ajetin 12: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah është ai i cili ka krijuar 7 qiell dhe po aq tokë. Yatanazzalu al-amru baynahunna, urnat e Allah zbresin mes këtyre qiejve dhe tokave që ka krijuar Allah subhanahu wa taala. Pse gjithë këtë krim Allah thot li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir, që jo ta dini se Allah është i fuqishëm për çdo gjë, wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, dhe që Allahu me dijen e tij ka përfshirë çdo gjë. Prandaj kushdo që e njeh Allahun me dije dhe njohuri të saktë, dhe që përfitohet prej librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, patjetër që lidhja e tij me Allahun do të forcohet, dhe patjetër që kthimi i tij te Allah subhanahu wa taala do të jetë një kthim i mirë dhe i bukur. Merveziu në librin e tij
ta'dhimu s-salah, po që tregon vlerën e madhe të namazit, e përcjell për Ahmed ibn Abil Hawari, Allah më shoftë, i cili tregon thotë, e kam dëgjuar Ahmed ibn Asim al-Antaki, i cili ka thënë, men kana billahi a'raf, kana min Allahi akhwaf. Ai që e njeh më mirë Allahun, do t'i friksohet më shumë Allahut. Apo me fjalë tjera, sa më shumë që e njeh Allahun, aq më shumë do të kesh frikë prej tij. Dhe Ahmedi, pa kur e ka dëgjuar këtë fjalë, ka thonë të vërtetën, ka thonë pasha Allahun. Prandaj Ibn al-Qayyim, Allah më shoh, thotë, nuk ka shpirti i njeriu, nuk ka për asgjë nuk ka nevojë më shumë se sa për me njohë Zotin dhe krijuesin e tij, me dashur atë, me përmend edhe mundje i lumtur edhe i gëzuar me Allahun subhanahu wa taala. Dhe vazhdimisht me kërku vesile dhe afrim të Allahut subhanahu wa taala përmes adhurimeve ndryshme. Dhe nuk ka mundësi, thot, nuk ka rrugë që njeriu me arrit këtë gjë veçse duke i njohur atributet dhe emrat e Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë thotë që njeriu shton dijen rreth emrave dhe cilësive të Allahut, aq më shumë do ta njeh Allahun. Dhe aq më shumë do ta kërkojë, do ta synojë Allahun subhanahu wa taala me adhurimet dhe veprat e tij, dhe aq më shumë do të kërkojë të afrohet te Allahu subhanahu wa taala. Dërsa sa më pak dije që ka rreth emrave dhe cilësive, aq më i padijshëm dhe ignorant do të jetë rreth Allahut, aq më shumë nuk do ta dojë Allahun dhe për aq do të jetë larg Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala vendos njeriu në raport me veten e tij, e vendos në atë pozitë që njeriu ka vendosur Allahun në raport me veten e tij. Po çfarë pozite ka Allahu në zemrën tonë, pas këtë pozitë do ta kesh te Allah subhanahu wa taala. Prandaj në Kur'anin fisnik ne mund të gjejmë më shumë se 400 ajete në të cilat Allah subhanahu wa taala na shëron, na shpjegon se të gjitha çështjet janë të ndërlidhura ngushtë me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Po ajo që don Allahu me vullnetin e tij patjetër do të bëhet. Ajo që nuk dëshiron Allahu mu bë, nuk ka mundësi që të ndodhë ajo të bëhet. Pra qysh ka thonë në shumë hadithe që nuk ka askush nuk mundet me dhënë atë që Allah subhanahu wa taala e ka ndaluar. Dhe askush nuk mundet me ndalu atë që Allah subhanahu wa taala jep. Askush nuk mundet me shtrëngu, me ngushtu atë që Allah subhanahu wa taala zgjeron propi rrezikut e kështu me radhë. Dhe kundërta askush nuk mundet me zgjeru atë që Allah subhanahu wa taala ka ngushtu për rrezikut të njerëzve. Nuk ka uzus për atë që Allah subhanahu wa taala e ka lënë në humbje. Por nuk ka devijues për atë që Allah subhanahu wa taala ka uzuar. Nuk ka mundësi dikush me largu atë që Allah subhanahu wa taala ka afru, dhe as me afru atë që Allah subhanahu wa taala e ka largu. Dhe çështja më lart nuk ka kush që jep jetë dhe vdekje përveç tij. Prandaj i gjithë urdhni i takon Allah subhanahu wa taala, dhe gjithë krijimi gjithashtu është krijimi i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj udhëzimi është në dorën e Allahut. Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa law shi'na la atayna kulla nafsin hudaha." Sikur të dëshironin ne, po me vullnetin ton, atëherë çdo njeriu, çdo shpirti do t'ia japnin udhëzimin. Do ta udhëzonin. Pra sikur dëshiron të Allah, askush nuk mundet që sa më lart me kundërshtu vullnetin e tij. Mirë pa Allah, pra i ka lënë njerëz me zgjedh udhëzimin apo devimin. Lejsa alejkum hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Nuk mundesh ti më udhëzu ata, mirë pa Allah udhëzon kënd dëshiron. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah udhëzon kënd dëshiron në rrugën e drejtë. Po ashtu gjitha të mirat dhe rreziku janë në dorën e Allahut. Allah thotë: "Wa anna al-fadla bi yadi Allah, yu'tihi man yasha. Wallahu dhul fadli al-azim." Që ta dini pra që e gjithë mirësia është në dorën e Allahut. Gjitha të mirat janë në dorën e Allahut dhe Allah jep kujt don këto të mira. Allah është zotruesi i mirësisë të madhe, mirësisë pafundme. Po ashtu thot: "Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab." Allahu e furnizon kënd dëshiron pa kufi, pa llogari. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu kënd kujt dëshiron thot ja shton rrezikun, ja zgjeron rrezikun. Dhe tjerëve kujt dëshiron Allah subhanahu wa taala ja pakson rrezikun dhe ja ngushton atë. Po ashtu edhe pendimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Pra vetëm atij që Allah subhanahu wa taala ka hap gjoksin, zemrën dhe krahërorin e tij por mu pendu te Allah subhanahu wa taala, ai është i cili pendohet. Atij personi që Allah subhanahu wa taala ka inspiruar dhe ka begatuar që më kthy te Allah subhanahu wa taala me pendim, ai pendohet te Allah dhe Allah ja pranon pendimin. Se ishte Allahu
wa yatubu Allahu ala man yasha. Allah ja pranon pejdimin kujt dëshiron. Po kanë tregon se sa i mirë është Allah subhanahu wa taala me robërit e tij. Pra ai është i cili i inspiron, i frymëzon që mu pendu, dhe ai është i cili pastaj e pranon këtë mendim dhe i falet. Gjithashtu përmirësimi, lirja e shpirtit, e zemrës dhe qëndrueshmëria e kësaj zemre në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, gjitha këto pra janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Balillahu yuzakki man yasha." Nuk është ashtu mirë, po Allahu e dlir, po shpirtërisht e dlir shpirtin e kujt do ndaj. Allah është ai i cili pastron shpirtat e njerëzve. Po ashtu në surën Nur thotë: "Wala ila fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Walakin Allah yuzakki man yasha." Si ka mos të mirësia Allah ndaj jush dhe mëshira e tij, askush prej juve kur s'kish pas mundësi mu pastru, pa shpirtërisht nga ana shpirtërore mu pastru pi gjinopi me kate kështu me radhë veseve të liga. Mirë, po Allah është ai i cili pastron kënd dëshiron. Gjithashtu edhe sundimi i gjithë është në dorën e Allahut. Pra Allahu ja jep sundimin kujt dëshiron dhe ja hesh kujt dëshiron. Siç thot Allahu: "Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Thuaj: "O Allah, poseduesi i gjithë pushtetit, ti je ai që jep sundimin kujt dëshiron, pra pushtetin dhe ja merr, ja hesh kujt dëshiron. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha." E lartëson kënd dëshiron dhe e poshtron kënd dëshiron. Biyadikal khayr, i gjithë khajri, e gjithë mirësia është në dorën tënde. Innaka ala kulli shay'in qadir. Vërtet je i fuqishëm për çdo gjë. Pastaj thotë: "Tulijul layla fi an-nahari wa tulijun nahara fi al-layl." Ti ai i cili e fut natën, ditën në natë dhe gjithashtu natën e ditë dhe ditën në natë. Wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy. Ti ai i cili nxjerr gjallin prej vdekurit dhe vdekurin prej gjallit. Wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Ve furnizon kënd dëshiron pa llogari. Gjithashtu edhe pamjet e njerëzve, pa pavarësisht të racave, a është dikush i zi, apo i kaft, apo i bardh, apo i kuq e kështu me radhë, i gjatë, apo i shkurt, i bukur apo jo, edhe tjera për cilësive dhe atributeve tyre, gjitha këto ndodhin me dëshirën dhe vullnetin e Allahut. Allah subhanahu wa taala thot: "Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha." Allah është ai i cili ju jep juve pamje, trajt dhe formë në mitrat e nënave ashtu siç dëshiron ai me vullnetin e tij. Po gjithashtu edhe riprodhimi, pra ardhja e pasardhësve, këtë këto janë prej Allahut subhanahu wa taala. Pra dikuj, siç e dim, Allahu subhanahu wa taala jep vetëm djem, dikuj jep vetëm vajza, edhe dikuj ja kombinon mes djem dhe vajzave. E disa i lën pa fëmijë. Këta përmend Allahu subhanahu wa taala në surën Shura. Këtë janë ndodhur pra me vullnetin e tij. Allah thot: "Lillahi mulku s-samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Allah i takon i gjithë pushteti i qiellit dhe tokës, dhe Allah krijon çfarë dëshiron. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Kujt dëshiron Allah ja vetëm djem dhe kujt dëshiron ja vetëm vajza. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, apo dikuj po jep edhe vajza dhe djem edhe vajza, pra e kombinon. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, ndërsa kënd dëshiron Allah lën pa fëmijë, steril. Innahu alimun qadir, nga se vërtet Allah është i gjithdijshëm dhe i gjithfuqishëm. Edhe tjera për ajeteve qarta dhe sqaruese dhe argumenteve dhe dëshmive të dukshme që tregojnë për sësurinë e fuqisë Allahut subhanahu wa taala dhe vullnetin e tij absolut. Po që është thamë që e gjithë çështja, i gjithë sundimi, i gjithë krijimi është në dorën e Allahut, i përket i takon Allahut subhanahu wa taala. Po ai jep, ai privon ose ndalon, ai ngrit, ai ul këndëshën për robët e tij, ai zgjeron ose ngushton rrezikun, ai e lartëson dikon e poshton dikon tjetër, jep jetë dhe vdekje, jep shëndet apo smundje. Okej, çështje ndodhen sipas dëshirës edhe vullnetit edhe menaxhimit të udhëheqjes të Allahut subhanahu wa taala që ja bën këtë univers. Ibn al-Qayyim Allahu më shumë thot, gjëja që rregullon gjithë këtë besim në zemrën e besimtarit është që ai me zemrën e tij me pa, jo më mundu ose me mendu që mundet me pa me syrin e tij, po me shikimin e zemrës, me dëshmu edhe me pa një Zot, pa Allahun, i cili është i lartësuar mbi arshën e tij, është i ngritur me arshën e tij dhe vazhdimisht flet duke dhënë urdhra dhe ndalesa, i cili vazhdimisht i sheh lëvizjet e krijesave të tij në këtë univers, qoftë
banorët e qiellit apo banorët e tokës. Dhe i sheh pra personat dhe qenjet e tyre. Po ashtu thot i dëgjon zërat e tyre dhe është në pikëqyrës, pra i kontrollon edhe të mbrëmshmen e tyre, në shpirtin e tyre dhe çfarë shehen ata pra në zemrat, ato sekrete që i kanë në zemrat edhe shpirtat e tyre. Pra e gjithë çështja e këtij sundimi edhe pushtetin këtë univers është nën kontrollin e tij. Po piti i zbresin ura dhe të ka i ngjiten po gjitha çështjet. Të ka i ngjiten dhe lartësohen gjitha çështjet. Po këtë sundimi i këtyre pronave në këtë universat është para durve të Allahu subhanahu wa taala. Po vetëm urdhat e tij janë ata që zbatohen anë mban këtij universi. Po Allah është kjo Ibn Qayyim po don të thonë që kështu do të vazhdimisht besimtari me shikuar me zemrën e tij. Po me dëshmu me shiku domthon një Zot, në këtë rast Allahun i cili është i cilësuar me cilësitë e përsosërisë, dhe është i përshkruar me atributet e madhështisë, i pastër dhe i lartësuar për gjitha tmetave dhe mangësive dhe shembujve. Thot ajo shyshe ka përshkruar veten e tij në librin e tij, dhe është më i ngritur, më i lartësuar se sa ajo që e përshkruajnë krijesat e tij. Është i gjallë i cili kur nuk vdes. Mbajtësi i gjithçkaje që kur nuk flan. Është i gjithdijshme që asgjë nuk i fshihet atij. Qysh tham pra më lart as grimca më e vogël që dhe në tokë. Është gjithshikuesi i cili është edhe ecjen e bubrrecit ose milingonës që është e zezë në gurin e zi në natën e errët. Dhe është gjithë dëgjuesi i cili dëgjon zhurmat e zërave, pavarësisht në gjuhë të ndryshme dhe lloj-llojshmërisë së kërkesave dhe lutjeve që i kanë. Pra fjalët e tij janë përkryera si nga aspekti i vërtetësisë, si nga aspekti i drejtësisë. Cilësitë dhe atributet e tij janë të madhështuara dhe të madhruara. Nuk ka mundësi thotë edhe nuk lejohet kurse që cilësitë e tij të krahasohen me cilësitë e krijesave, si nga ana e shëmbëllimit apo nga ana përngjasimit. Dhe gjithashtu qenia Allah subhanahu wa taala është e lartësuar dhe është e pamundur pa që të përngjaj ndonjë gjëje për qenieve të krijesave. Mirë po veprimet e Allah subhanahu wa taala i kanë përfshirë të gjitha krijesat. Që është si nga ana drejtësisë, pashtu urtësisë, mëshirës dhe mirësisë së Allahut subhanahu wa taala. E gjithë krijimi dhe çështja urdhë i takon Allahut subhanahu wa taala, po gjithashtu edhe gjitha nimetet dhe mirësitë kthehen tek ai. Allahut i takon sundimi, edhe falënderimi dhe madhërimi. Allah është awwal, po i pa fillim, dhe asgjë s'ka pas para tij, dhe është akhir, i pa mbarim, dhe asgjë nuk është pas tij, pra nuk ekziston pas tij. Është Zahir i lartë dhe asgjë nuk është mbi të, dhe është batin i afërm dhe askush nuk është më afër tij. Gjitha emrat e Allahut subhanahu wa taala janë emra që tregojnë lavdërim, që tregojnë hamd, pra falënderim dhe madhërim dhe lavdërim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye thotë emrat e Allahut janë husna, janë emrat më të bukur. Janë emrat më të mirë. Dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala të gjitha janë cilësi që tregojnë përsosuri. Dhe që është më lart po atributet e tij gjitha janë atribute që tregojnë për madhështinë e tij. Ndërsa veprimet e Allahut subhanahu wa taala gjitha janë veprime të cilat përfshin urtësi, mëshirë, dobi të krijesave dhe drejtësi. Çdo njëra pi krijesave të Allahut subhanahu wa taala tregon për të udhëzon ka Allahu subhanahu wa taala, mirë po para atit i cili i sheh këtu krijesa me syrin e zemrës, me syrin lartëpapësisë. Po Allahu subhanahu wa taala thotë nuk i ka krijuar qiellin dhe tokën kot. Ta nuk e ka lënë njeriu pa qëllim. Nuk e ka krijuar njeriu edhe me lënë pa kur far qëllimi me jetu, pa kur far qëllimin në jetën e tij. Patjetër po i ka caktuar detyra, obligime, ndalesa kështu më radh. Mirë po thotë Allahu subhanahu wa taala gjitha krijesat e ka krijuar që me lartësu dhe me ngrit lart njerëzmërinë e tij, po me veshu Allahun me adhurim me tauhid. Edhe Allahu i ka mbuluar ata, i ka përfshirë më të mirat dhe nemetet e tij, në mënyrë që ata përmes falënderimit dhe menjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala për këto të mira, me kërku afrim të Allahut që Allahu më jashtu dhe më shumë nderimin. Dhe kështu thotë Allahu subhanahu wa taala ka mësuar robërit e tij me njoft ato përmes llojeve të ndryshme të njohurive ose dijeve. Dhe prandaj Allah thotë ata ka vendos shenja, ka vendos për argumente, dëshmi të ndryshme të lloj-llojshme që ata me njoft Allahun subhanahu wa taala, me njoft Zotin dhe krijuesin e tyre.
Edhe i ka ftu të gjithë që me dashur Allahun subhanahu wa taala nga të gjitha anët, nga të gjitha aspektet. Gjithashtu thot Allah ka vendos ose ka zgjat mes tij dhe krijesave të tij pa atë beslidhjen përmes shkakut më të fortë. Për këtë arsye thot Allah subhanahu wa taala ka plotësuar atyre gjitha nimetet e bollshme. Edhe Allah subhanahu wa taala ka vendosur për ta argumente të qarta ose kundër tyre, pra që mos me pas justifikim dhe arsyetim kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Në anën tjetër thot Allah subhanahu wa taala ka bërë detyrë për veten e tij mëshirën, pa më mëshiruar robërit e tij, pa ata që meritojnë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe në librin e tij thot që është pra te arshi, siç ka hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka ndër tjera thotë ka përfshirë edhe fjalinë që mëshira e Allahut subhanahu wa taala e mund zemrimin e tij, pa është mbi zemrimin e tij. Po këto ishin fjalët e Ibn Qayyimit që i thot në librin e tij Madarijus Salikin. Për kësaj që u tha më lart, e kuptojmë se ky besim madhështor, kjo akide, nëse zë vend në zemrën e besimtarit, zë vend në zemrën e muslimanit, patjetër që do të sjellë gjithashtu edhe rezultate madhështore. Po njeriu pastaj do të jetë i paluhatshëm, stabil dhe i qëndrueshëm në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të mbështetet Allahu subhanahu wa taala në mënyrën më të mirë, më të bukur. Do të jetë i vazhdueshëm në këmbguljen e tij me lutje drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Dhe vazhdimisht do ta lutë Allahun që ta forcoj dhe të jap sukses në këtë rrugë, ta inspirojë që të jetë i vazhdueshëm në këtë rrugë. Po gjithmonë do të kthehet te Allahu subhanahu wa taala me ibadet, me adhurim në mënyrën më të mirë. Dhe do të largohet prej vetë pëlqimit dhe vetë mashtrimit. Do të jetë i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, do të ketë durim ndaj kaderave dhe kadas të Allahut subhanahu wa taala. Po do të heq dorë se do të qëndroj shumë larg mos pëlqimit apo mos durimit dhe zemrimit ndaj kaderave të Allahut subhanahu wa taala. Edhe tjera prej rezultateve dhe gjurmëve imanore edhe dobive të lavdëruara që i përfiton njeriu kur e ka këtë akide, do të këtë besim të ngulitur edhe të kalitur në zemrën e tij. Po i vijnë përfundime dhe rezultate gjurmë me të cilat përfiton çdo hajër, çdo mirësi, çdo virtyt dhe çdo ngritje dhe lartësim këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj do të sjell këtu autori sjell disa prej haditheve që flasin këtë temë. Për tyre është hadithi që transmetohet te Buhari dhe Muslimi prej Abu Musa al-Ash'ariut radhiyallahu anhu, i cili tregon se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë atij: "La adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil janna." A do ta tregoj një fjalë e cila është prej thesareve të xhenetit. Ky ka thonë gjithsesi i dërguari Allahut ma trego. Ka thonë: "Kul la hawla wala quwwata illa billah." Thuaj, nuk ka ndryshim dhe forcë veç se me Allahun, me ndihmën e tij. Ngjashëm me këto transmetohet te Imam Ahmedi prej Kajs ibn Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhuma, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ala adulluka ala babin min abwabil janna." Do të tregoj një derë për dyrëve të xhenetit, pra që nëse i përmbahesh kësaj vepre, do të hysh në xhenet. Edhe ky ka thonë gjithsesi i dërguar Allahut, i ka thonë prapë njëjtë: "Kul la hawla wala quwwata illa billah." Thuaj, nuk ka ndryshim dhe forcë, fuqi veç se me ndihmën e Allahut ose përmes Allahut. Po ashtu te Musnedi transmetohet prej Abu Hurairës se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Akthiru min qawli la hawla wala quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil janna." Shtoni sa më shumë këtë dhikr, këtë thënie la hawla wala quwwata illa billah, nga sa sot ajo është thesar për thesareve të xhenetit. Po ashtu Hakimi transmeton Mustadrak prej Abu Hurairës, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë atij: "Ala adulluka ala kalimatin min tahti al-arsh min kanzil janna." Do të tregoj një fjalë që vjen pej nën arshit Allahut subhanahu wa taala. Po është pej nën arshit Allahut, edhe që është prej thesareve të xhenetit. Pastaj ka thonë: "Thuaj la hawla wala quwwata illa billah." Thot kur njeriu thot këtë fjalë, fa yaqulu Allahu ta'ala, atëra Allah subhanahu wa taala thot: "Aslama 'abdi wastaslam." Kur njeriu thot këtë fjalë, mirë po më thon me zemër, jo vetëm me gjuhë, Allah thot: "Robi im u dorëzua dhe u nështrua." Po në këtë pjesën e fundit të hadithit të Buhari's, kur po thot Allahu: "Robi im u nështrua dhe dorëzua", na bëhet e qartë kuptimi dhe domethënia e kësaj fjale madhështore.
Po që kjo fjalë është fjalë e dorëzimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po që njeriu më mbështet vetëm Allahut sunduesit dhe gjitha çështjet më ia dorëzua, më ia besua atij. Është fjalë e imanit. Është fjalë e besimit në qada'n dhe kaderin e Allahut, në caktimin e tij. Po që të gjitha çështjet janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kretë krijesa që sa më lart i nënshtrohen drejtimit, udhëheqjes, kontrollit dhe menaxhimit të Allahut subhanahu wa taala. Po qadasa e kaderit, caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Ai që don Allahu me vullnetin e tij bëhet, ai që nuk don Allahu subhanahu wa taala nuk ka mundësi kurse se mu bëj, edhe më ndodh. Po që shka në hadithe tjera, la hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim, nuk ka ndryshim dhe forcë veç se me Allahun i cili është i lartë dhe madhështori. Po kjo fjalë është fjalë e kërkimit të strehes dhe kërkimit ndihmës prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe mbështetjes plot vetëm te Allahu. Po përmes kësaj fjale robi e pranon edhe miraton dobësinë e tij, nevojën edhe varfërinë e tij që e ka për Allahun subhanahu wa taala. Po që ai është nevojtar për Allahun subhanahu wa taala, po çdo frymëre që e merr edhe që e nxjerr, po çdo çast edhe po çdo lëvizje të çepallës së syrit. Po gjithmonë është nevojtar për Allahun subhanahu wa taala në gjitha punët dhe çështjet e tij. Prandaj po kuptimi apo shpjegimi i kësaj fjale është kur themi ne la hawla wala quwata illa billah, nuk ka ndryshim dhe forcë për me bë këtë ndryshim veç se me Allahun ose me ndihmën e Allahut, do thotë nuk ka mundësi njeriu me kalu prej kufrit në iman, prej mohimit në besim, prej mëkatimit në bindje ndaj Allahut, prej varfërisë në pasuri, prej dobësisë me kalu në forcë, pra me qenë i fuqishëm, prej mangësisë me kalu në shtim edhe në plotësim, veç se me ndihmën e Allahut. Pra njeriu nuk ka kurrë forcë, kurrë mundësie që me bën ndonjë ndryshim në një prej çështjeve apo punëve të tij, apo me realizu ndonjë prej qëllimeve dhe objektiveve të tij. Është e pamundur veç se me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Allah thot inna hadhihi tadhkira. Vërtet kjo është këshill. Faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Kush dëshiron për juve e ndjek rrugën që e çon te Zoti i tij. Po e ndjek rrugën që e shpihet te Zoti i tij. Mirë, po çfarë thot Allah në vazhdim? Wa ma tashauna illa yasha Allah. Ju nuk mundi as me dëshironi gjë përveç se kur e dëshiron Allah me vullnetin e tij atë. Po dëshira e njeriu është të varur edhe e pason dëshirën e Allahut. Inna Allaha kana aliman hakima, vërtet Allah është i gjithdijshëm dhe i urtë. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Allahu kënd dëshiron e fut pra përfshin në mëshirën e tij. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adhaban alima, kurse këqbërësve Allahu ja ka përgatit për ta një dënim të dhëmshëm. Po gjitha çështjet janë në dorën e Allahut. Çështat Allahu në surën Fatir, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Një mëshirë, një të mirë që Allah subhanahu wa taala jep dikujt për njerëzve. Po ja hapat mëshirë, ja zbret atë mëshirë, askush nuk ka mundësi me pengu ato. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Edhe nëse Allah e ndal këtë mëshirë, ndal këtë mirë, dhe i dikuj për njerëzve, askush nuk ka mundësi me lëshu ato edhe mi adhonet. Pra njeriu është nevojtar për Allah subhanahu wa taala në gjitha aspektet. Kurse Allah është i vetë mjaftueshëm, edhe nuk është nevojtar, nuk ka nevojë për robërit e tij as për veprat e tyre nga asnjë aspekt. Allah subhanahu wa taala është ai i cili ka thënë prapë në surën Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. O ju njerëz, ju jeni të varfër dhe nevojtar për Allahun. Dërsa Allah është i pasur, i vetë mjaftueshëm dhe i lavdruari, pra është i lavdruar në vetë qenjen e tij. In yasha yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Nëse don Allah ju zhduk juve, edhe sjell krijesa të tjera. S'ka nevojë për juve. Nëse don Allah ju zhduk krejt, edhe sjell krijesa të tjera, dhe kjo nuk është e vështirë e rënd për Allah, është shumë e lehtë. Prandaj dietari i njohur Abdulrahman Sa'di, Allahu mëshiroft, kur e shpjegon këto ajete që i lexuam tash në surën Fatir, thotë Allahu me këto fjalë po ju drejtohet krejt njerëzve. Edhe pe njofton ata, po ju tregon për gjendjen edhe cilësitë e tyre, që ata janë nevojtar për Allahun subhanahu wa taala, edhe të varfër për të në të gjitha aspektet. Po janë nevojtar për Allahun në ekzistencën e tyre. Sikur Allahu mos t'i krijonte ata dhe mos t'i sillte në ekzistencë, kur nuk do të ekzistonte, nuk do të veshën në ekzistencë për njerëz. Gjithashtu ata janë të varfër dhe nevojtar për Allahun subhanahu wa taala për
forcat, fuqitë, gjymtyrët, organet që Allah subhanahu taala i ka përgatitur dhe i ka krijuar të ta. Sikur mos të ishte kjo përgatitje prej Allah subhanahu taala që ka bërë njerëzve, atëherë thotë ata nuk mund ta përgatitin asgjë për veten e tyre. Edhe nuk do të kishin pra mundësi me vepru asgjë. Nuk do të kishin forcë, fuqi edhe pra mjete, gjymtyre kështu më radhë që me bë diçka ndonjë punë, ndonjë veprim. Gjithashtu thotë janë nevojtar për Allah subhanahu taala në furnizimin që bën Allah subhanahu taala përmes ushqimit që jep, rrezikut, mirësive, nimeteve, të qofshin dukshme apo të padukshme, të jashtme apo të brendshme, sikur mos të ishte thotë mirësia e Allahut subhanahu taala. Bamirësia e tij dhe që Allah subhanahu taala ja ulëson njerëzve çështjet e tyre, atëherë njerëz nuk do të arrijnë asgjë prej rrezikut edhe prej nimeteve të Allahut subhanahu taala. Gjithashtu thotë Allah, ata janë nevojtar për Allahun subhanahu taala në largimin e fatkeqësive dhe sprovave dhe gjërave të urryra dhe të pakëndshme që i godasin ata. Po ashtu në largimin e vështirësive dhe brengave. Sikur Allah subhanahu taala mos t'i mbronte ata pi këtyre gjërave, po pi këtyre fatkeqësive, sprovave dhe mos t'i u lehtësonte atyre brengat dhe t'ja u lehtësonte çështjet dhe vështirësitë, atëherë thotë ata do të vazhdonin të jetonin në vështirësi, në brenga, do thotë në gjëra të papëlqyeshme dhe të urryra për shpirtin dhe zemrën e tyre. Po ashtu thotë ata janë nevojtar për Allah subhanahu taala në të gjitha llojet e kujdesit që Allah subhanahu taala tregon për ta. Po që Allahu i bën tërbije kujdeset për krijesat e tij, në gjitha aspektet, në gjitha llojet, pra ata janë nevojtar për Allah subhanahu taala. Po gjitha këto mënyra ose llojet e tërbijes kujdesit që Allah subhanahu taala tregon për krijesat e tij. Gjithashtu thotë janë nevojtar për Allahun subhanahu taala në adhurimin, ibadetin që e bajnë për Allahun subhanahu taala dhe dashurinë që e kanë ndaj Allahut ose për Allahun subhanahu taala dhe adhurimin e sinqertë dhe të pastër që e bajnë për Allahun subhanahu taala. Sikur Allahu mos të inspironte, mos të frymëzonte në këtë rast besimtarët dhe muslimanët që me adhuru Allahun subhanahu taala, me nështru Allahut dhe me qenë sinqert në këtë adhurim, ata do të shkatërroheshin, do të devijonin, do të humbnin, edhe do të korruptoheshin, do të prisheshin shpirtat e tyre, zemrat e tyre dhe gjendjet e tyre. Do të ishin pra të korruptuar dhe të prishur nga gjitha aspektet. Gjithashtu janë nevojtar për Allahun subhanahu taala që më mësua ato gjëra që nuk i dinë, edhe me punu me ato gjëra që e përmirësojnë çështjen e gjendjes së tyre. Sikur mos të mësonte Allahu subhanahu taala njerëz kur nuk do të mësoheshin, kur nuk do të kishin pra detyri dhe njohuri. Dhe sikur mos të japte sukses dhe frymëzim Allahu subhanahu taala kur nuk do të përmirësoheshin. Prandaj thotë ata janë në qenien e tyre, me qenien e tyre janë nevojtar për Allahun subhanahu taala. Me çdo kuptim edhe nga çdo aspekt. Pavarësisht thotë njerëz a ndjejnë këtë gjë apo ose disa prej këtyre llojeve të nevojave që i kanë për Allahun subhanahu taala apo nuk e ndjejnë fare. Siç e dim ka njerëz që fare nuk e ndjejnë veten ose nuk kanë po ndjejnë në zemrën e tyre se janë nevojtar për Allahun subhanahu taala. Mirë po thotë ata që Allah subhanahu taala i ka dhënë sukses, atij që Allah subhanahu taala i ka dhënë sukses. Ai vazhdimisht thotë e ka parasysh, po parasyve dhe ti nevojën edhe varfërim për Allahun subhanahu taala në të gjitha çështjet e tij, qofshin çështjet fesë apo çështjet e dunjas. Për këtë arsye thotë i tillë vazhdimisht e lut Allahun subhanahu taala me përgjërim dhe e kërkon prej Allahut subhanahu taala që mos më ja leju më mbështet vetes tij qoftë edhe sa lëvizja e çepallës. Po i lut Allahun, kërkon prej tij që gjithmonë vazhdimisht më ndihmon në të gjitha çështjet e tij. Thotë kjo kuptim edhe kjo domethënë këtë person por që Allah i ka dhënë sukses. Po kjo kuptim ose domethënë vazhdimisht e shoshon ato në çdo kohë. Po ky është ai i cili është më meritori që më marr ndihmën e plot prej Allahut subhanahu taala të adhuruarit e tij. Ka se Allahu subhanahu taala thotë është më i mëshirshëm për robën e tij se sa nëna për fëmin e saj. Edhe në fund e lutem Allahun subhanahu taala që po të na i pastroj zemrat tona, të na i forcoj imanin ton, na i përmirësoj çështjet tona dhe mos na lejojnë të mbështetem vetes tonë qoftë as lëvizja më e vogël e trupit ton, pra lëvizja e shepallës, na udhëzoj gjithve në rrugën e drejtë. Edhe të përmirësoj të gjitha çështjet tona dhe Allah subhanahu taala di më mirë. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.